Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë të përditshëm mesazhi i shkrimit të shenjtë. Përshëndesim njëri tjetrin me përshëndetje paskale Krishti u ngjall, vërtet u ngjall, dhe jemi në datën 6 maj dhe Kishërinë Ortodokse na ofron lexojmë nga libri i Veprave të Apostujve, kapitulli 14, vargu 6 deri në vargun 18, por e lexojmë në fillim këtë pjesë dhe pastaj komentojmë sipas etërve të kishës. Por kur u bë një orvajtje nga ana e hebrejve dhe judenëve me krerët e tyre për t'i keq trajtuar apostujt dhe për t'i vrarë me gur, ata morën vesh dhe ikën në qytetin e Liakonis, në Listra, në Derb dhe në krajinë përreth. Dhe atje vazhduan të ungjillizonin. Dhe në Listra ishte njëri me këmbë të paralizuar që rinte gjithnjë i ndenjur dhe nuk ishte ecur kurrë, sepse ishte sa kaçi nga barku i sëmës. Kur e dëgjoi këtë duke folur Pavlin, i cili nguli syt mbi të dhe pas se kishte besim për të shuruar, dhe tha me zë të lartë ço në këmbë, dhe ai jovi lart dhe nisi të ecë. Turma, kur pa që kishte bërë Pavli, e ngritën zërin duke thënë në gjuhën likaonike: Perëndiet zbritën ndër ne në trajt njeriu. Dhe quanin Barnabën Jupiter, Pavli mërkur, sepse ai fliste më shumë. Atëherë prifti Jupiterit, që kishte tempullin në hyrje të qytetit të tyre, solli Dema me kurora pranë portave dhe donte të afronte një flim bashkë me turmën. Por apostujt Barnaba dhe Pavli, kur dëgjuan këtë, grisën rrobat tyre dhe u turën në mes të turmës duke thirrur e duke thënë: O burra, pse bëni këto gjëra? Edhe ne jemi njerëz me të njëjtën natyrë se ju, dhe po ju shpallim lajmin e mirë që ju nga këto gjëra të kota të ktheni tek Perëndia e gjallë që ka bërë qiellin, dheun, detin dhe gjithë gjërat që janë në ta. Në brezat që shkuan, ai la gjithë kombet të ndjekin rrugën e tyre, por nuk e la veten pa dëshmi, duke bërë mirë, duke na dhënë shira prej qiellit dhe stinë të frytshme, duke i mbushur zemrat tona me ushqim dhe gëzim. Duke thënë këto gjëra mundin t'i ndalin me vështirësi turmat që të mos bëjnë flim. Ky pra është teksti që lexojmë këtë ditë dhe etrit e shenjtë, Shën Joan Gojarti, Shën Agustini, Hipos dhe të tjerë etër e kanë interpretuar. Dhe le t'i lexojmë varg më varg dhe shikojmë interpretimin e etërve. Lexojmë vargun 5 dhe 6, por kur u bë një orvajtje nga ana e hebrejve dhe judenëve me krerët e tyre për t'i keq trajtuar apostujt dhe për t'i vrarë me gur, ata e morën vesh dhe ikën në qytetin e Liakonis, në Listra, në Derb dhe në krajinat përreth. Pra, në këtë vargje na tregohet persekutimi që patën apostujt dhe kisha apostolike që ishte në Jeruzalem nga hebrejt, të cilët e shikonin krishterimin si një herezi dhe apostujt si heretik, blasfemues dhe kërkonin t'i vrisin me gur me lapidim, ashtu siç thuhet dhe në ligjin e Mojsiut, për ata që blasfemonin dhe bënin mëkate që shkenin ligjin. Por shikojnë që apostujt kur e morën vesh të përndjekje, nuk qëndruan, por ikën. Kjo nuk shikohet nga etri si një lloj frike, po shmangje e një përplasje të pavlerë. Shën Joan Gojarti thekson se largimi i tyre nuk ishte frikë, por urtësi. Ata nuk kërkojnë martirizim pa nevojë, por e ruajnë jetën për të vazhduar misionin. E njëjta gjë do ndodhte me ne të dashur krishterë. Edhe neve kemi përndjekje për hir të fjalës. Kto mund të jenë përndjekje që vijnë shpirtërore, morale, por mund të jetë edhe përndjekje fizike. Çështja është që neve nuk duhet të përballemi me të keqen duke krijuar situata të vështira, por ta shpangim të keqen dhe të shikojmë qëllimin. Qëllimi nuk është thjesht t'i japim jetën pa qëllim, por t'i japim jetën me një qëllim që do të thotë të dëshmojmë për Krishtin dhe ta lëmë veten tonë në vullnetin e Zotit. Dhe nëse Zoti dëshiron që t'i japim dëshmi edhe me gjak, por nëse kjo nuk është e nevojshme, ne duhet ta shmangim. Por asnjëherë duke bërë kompromis me dëshminë e ungjillit. Atë do ta themi në çdo kohë, në çdo situatë, me mençurinë e gjarprit dhe pastërtinë e pëllumbit. Dhe vazhdojmë të lexojmë në vargjet më poshtë, në vargun 7 na thuhet, dhe atje vazhduan të ungjillizonin. Pra, shikoni që predikimi vazhdonte kudo. Kjo ishte edhe arsyeja, qëllimi pse apostujt u shmangën një përballje fizike me hebrejt, sepse ata kishin qëllimin kryesor të përhapej ungjilli. Dhe fjala e Perëndis nuk lidhet, nuk zihet rob, siç mendonin hebrejt, sepse ajo është fjala e Perëndis, nuk është fjala e njerëzve,
dhe shikoni që edhe midis vështirësive të mëdha kisha arritet përsëri. Pra duhet dim se ndonjëherë përndjekjet, pavarësisht se shikohen si periudha të vështira, janë periudha më të mira, sepse edhe ata që e thon fjalën janë tërësisht angazhuar, sepse ju rrezikohet dhe jeta, dhe marrin kurajo dhe fuqi nga Perëndia, por edhe ata që dëgjojnë fjalën në situata përndjekje dhe ata janë serioz dhe e marrin me seriozitet fjalën dhe kur besojnë me të vërtetë. Dhe shikojmë dhe në vargjet më poshtë, në vargun 8 deri në vargun 10, ku na thuhet dhe në Listra ishte njëri me këmbë të paralizuar që rinte gjithnjë ndenjur dhe nuk kishte ecur kurrë, sepse ishte sakat që nga barku i sëmës. Kur dëgjoi duke folur Pavlin, i cili nguli syt mbi të dhe pa se ai kishte besim për të shëruar, dhe tha me zë të lartë, "Ço në këmbë", dhe ai hovi lart dhe nisi të ecë. Në këtë vargje na tregohet një mrekulli që u bë nga apostull Pavli. Pra, shërimi i një të çalit që nga barku i nënës, pra ishte sakat, si quhet. Dhe etrit e shenjtë shohin këtu një paralelizëm të mrekullisë së Jezu Krishtit që shëroi paralitikun, ashtu si Krishti dhe Pavli pa besimin e njeriut. Shën Agustini Hipos na thot se besimi paraprin shërimin. Si thoshte edhe Zoti Krisht, besimi yt të shëroj, besimi yt të shpëtoj. Mrekullia është shenja e hirit dhe jo thjesht një fuqi fizike. Kështu që të vijë tek ne duhet besimi. Çfarë është besimi për ata që nuk e kuptojnë dot? Është si një lloj ene që futet brenda mëshirës Perëndis si një det i pafund dhe fuqisë Perëndis, dhe sa më madhe të jetë ena, aq më madhe është dhe fuqia, aq më madhe është mrekullia. Pra, nuk varet nga Perëndia mrekullia, se Perëndia është një mrekulli më vete, por mrekullia të ne bëhet nga besimi. Kështu që është besimi ynë i cili bashkëpunon në sinergji me fuqinë e Perëndis që bën të mundur shërimin dhe shpëtimin ton. Ose e kundërta është mungesa e besimit që gjërat tek ne nuk lëvizin përmirë. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë vargjet më poshtë 11 dhe 12. Turma kur pa ç'kishte bërë Pavli, e ngritën zërin duke thënë në gjuhë liakonike, Perëndis zbritën ndër ne në trajt njeriu, dhe e quani Barnabën Jupiter dhe Pavli Mërkur, sepse ai fliste më shumë. Shikoni tani që turmat filluan të shikojnë njerëzit, Pavlin dhe Barnabën, si perëndira, ashtu siç ishin edhe perënditë e Olimpit, Jupiterit dhe Mërkuri njëri dhe tjetrin. Etrit e interpretojnë këtë si errësirë shpirtërore të paganizmit. Paganët jetonin në errësirën shpirtërore që do të thotë ata adhuronin krijesën në vend të krijuesit dhe i jepnin njerëzve atribute të Zotit. Kështu kishin bërë dhe me perënditë e Olimpit. Edhe Zeusi, që shikoi perëndia më e madhe e Olimpit, nuk ishte gjetur veç se ishte një njeri me vese që grekët e mitizuan për të justifikuar pasionet e tyre, po ashtu edhe ato perënditë e tjera, dhe kështu krijua ai si quhet Olimpi ose perënditë e Olimpit. Por kjo është një errësirë shpirtërore, instiktive, pasionante. Këtu futet edhe loja e demonëve, të cilët kërkonin adhurim nga njerëzit. Dhe gjithmonë njeriu i paditur, që nuk ka një njohuri që vjen prej Zotit, ngatron krijesën me krijuesin, dhe është ajo që e thot dhe apostulli Pavli në Letrën e Romakëve, që adhuruan krijesën në vend krijuesit që është i bekuar në jetë jetëve. Amin. Por në vargun 13 lexojmë, atëre prifti Jupiterit që kishte tempullin në hyrje të qytetit tyre, sulli dema me kurora pranë portave dhe donte të afronte një flim bashkë me turmën. Tashmë situata ndërlikohet më shumë, sepse prifti Jupiterit, një pagan, përgatit një flim, siç ishte zakon në atë kohë që merreshin kafshë dhe ju flijoheshin idhujve, statujave, gjithçka tjetër, dhe kjo tregon sipas etrave se zemra njerëzore ka prirë për adhurim. Njeriu është krijuar sipas ikonës Perëndis, ta kërkoj Perëndin, ta adhuroj Perëndin, por pas zbuljes hyjnore, që erdhi mbas mëkatit të gjyshor, atëherë njerëzit e humbën orientimin e adhurimit drejt Perëndis dhe adhuruan krijesën dhe ranë në idhujtari ose adhuruan dhe demonën dhe ranë në demolatri. Kështu që këtu kemi një problem të madh që vazhdon dhe sot e kësaj dite me njerëzit ose me turmat e paditura. Dhe vazhdojmë lexojmë vargun 14, por apostujt Barnaba dhe Pavli, kur dëgjuan këto, i ngrisën rrobat e tyre dhe u turën në mes të turmës duke thirrur duke thënë. Lexojmë edhe poshtë vargu 15,
o burra, pse bëni këto gjëra? Dhe ne jemi njerëz me të njëjtën natyrë si ju, dhe po ju shpallim lajmin e mirë që ju nga këto gjëra të kota të ktheni tek Perëndia i gjallë, që ka bërë qiellin, dheun, detin dhe gjithë gjërat që janë në ta. Pra, lexuam vargu 14 dhe 15 dhe patjetër në këto vargje tregohet reagimi i menjëhershëm urgjent i apostullit Pavlit dhe Barnabës, sepse ata pa një problem shumë serioz. Sepse ata nuk mund ta pranonin këtë adhurim që mund t'i bënin njerëzit, pavarësisht se ata bën një të mirë, por kjo i kalonte kufit e falënderimit, sepse po bësh një adhurim dhe këtu po binin në blasfemi. Atëherë, si thotë Shënjoa Gojardi, e para thekson porosinë e apostujve. Ata e dinin që ishin njerëz dhe nuk kishin fuqi mbinatyrore, çdo gjë që ata e kishin mbinatyror ishte nga Krishti, dhe ata nuk pranonin lavdi njerëzore ose atë që i takon Perëndis. Është tjetër nderim dhe është tjetër adhurim. Pra nderimi mund t'i jepet njeriu një mirënjohje, një falënderim që bëhet një instrument i Zotit ose që bën një bamirësi, por adhurimi i takon vetëm Perëndis. Prandaj Pavli dhe Barnaba pan këtu kufit e kapërcimit të nderimit drejt adhurimit që ishte një blasfemi. Mesazhi i tyre është kthimi nga gjërat e kota, pra nga idhujt që njerëzit i kishin mitizuar, statujat, orendit dhe gjithçka që ata i quanin të perëndishme, dhe të ktheshin tek Perëndia e gjallë. Perëndia nuk është gjë e vdekur e krijuar nga duart e njerëzve, por Perëndia është i gjallë. Dhe në vargun 16 dhe 17 na thuhet: në breza që shkuan, ai la që të gjitha kombet të ndjekin rrugën e tyre, por nuk e la veten pa dëshmi, duke bërë mirë dhe duke na dhënë shira prej qiellit dhe stinë të frytshme dhe duke mbushur zemrat tona me ushqim dhe gëzim. Tashmë apostulli Pavli tregon që Perëndia i la kombet në lirinë e tyre. Pra, dha vetëm ligjin tek Mojsiu dhe kombet i la pa ligj. Pse? Që kombet të kuptonin që kishim rënë në gabime dhe kur të vinte krishterimi ose apostujt e Krishtit kuptonin gabimin e tyre dhe ktheshin tek Zoti. Por, edhe pse i la kombet në marrëzinë e tyre, prap Zoti nuk e la vetëm pa dëshmi. Dhe sipas Shën Agustinit të Hipos, këtu kemi zbulesat natyrore, që janë ato fenomen natyrore, shiu, stinët, frytet e gjitha që na jepen natyra, dhe kjo tregon se ka një krijues, por një krijues i mirë i cili na jep gjëra të mira. Siç thuhet që natyra është libër i hapur i Zotit. Zoti dëshmon për veten nëpërmjet natyrës, prandaj askush, edhe ai që thotë unë nuk kam njohuri për Zotin ose se kam parë Zotin, ai nuk ka justifikim për ateizmin e vet ose pabesinë e vet ose për illujtarinë e vet, sepse Zoti e tregon veten nëpërmjet krijimit. Siç thotë apostulli Pavli, dhe fuqia e Perëndis, ishmëria e tij tregohet në veprat që e ka krijuar. Prandaj askush nuk ka justifikim që të bie në ateizëm ose në illujtari. Dhe edhe pse njerëzit nuk e kanë ligjin e shkruar siç e kishin hebrejt, njerëzit kanë shenjat e mirësisë së Perëndis. Dhe këto shenjat e mirësisë së Perëndis duhet ta nxjisë njeriu të vënë mendje në punë që ai të kuptojë se Perëndia ekziston dhe është një Perëndi i mirë dhe i moralshëm. Por le të flasim edhe për vargun e fundit që lexojmë sot, duke thënë këto gjëra mundën t'i ndalin me vështirësi turmat që mos u bënin flim. Pra, shikojmë se apostujt me shumë mundim u përpoqën të arsyetonin turmën që mos bën një flim, që ishte një blasfemi, dhe etër këtu theksojnë vështirësinë e largimit nga idhujtaria që kanë turmat. Njerëzit kapen fort mbas besimeve të tyre të vjetra, tradicionale, të mitizuara, dhe e kanë vështirë të përballen me të vërtetën. Kjo është dhe sfida që kishin jo vetëm apostujt, po vazhdon dhe Kisha Apostolike ndaj turmave që shpeshherë bie në idhujtari nga padituria, nga pakujdesia, nga trashëgimia. Prandaj duhet gjithmonë përsëri dhe përsëri me këmbgulje, me kuraje, me guxim, me dashuri të themi të vërtetën dhe t'i shirojmë njerëzit nga idhujt dhe t'i lidhim me Perëndin e gjallë. Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më Krishti, mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, por takuam në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.